Përshëndetje, jemi bashkë në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Ka dështuar edhe përpjekja e 39 për konstituimin e kuvendit. Propozimi i vetëvendosjes për formimin e komisionit për votim të fshet për zgjedhjen e kryetarit sërish nuk mori votat e mjaftueshme. Por për dallim nga seancat e kaluara në përpjekjen e 39 pati një tjetër përplasje mes taboreve politike për situatën e krijuar. As në përpjekjen e 39, lëvizja vetëvendosje nuk arriti ta kaloj komisionin që do t'i japte rrugë votimit të fshet për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kryesuesi i seancës Avni Dehari përsëriti kërkesën e njëjtë për subjektet politike, e cila për dallim nga herat e tjera shkaktoi një përplasje në kuvend. Ftoj PD-n që të propozoj një deputet për antar të komisionit për këtë komision. Për një antar të komisionit, ju lutem. Të nderuar kolegë deputet, sot me vetëdije të plot, kryesuesi po abuzon dhe po e shkeli kushtetutën. Kjo sjellje është e pamundshme. Ju lutem nëse keni propozim, mund propozoni. Për seancën konstituive. Kjo është shkelje, është abuzim. Ju lutem Sigurimi të ndërpres. Kolegë deputet. Regjia, ju lutem të ndërpres. Të ndërpres. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Ju lutem vetëm propozim keni ose nuk keni, për debat nuk ka. Për ndryshe sigurimi, regjia duhet të ndërpres në njëherë. Nderuar zoti Dehari, kthehu në rendin e ditës për të cilin Regjia, ju kryetari lutem konjunkta ndërpriteni mikrofonin. Ju lutem. Ftoj listën sërbe të propozoj një deputet për antar të komisionit. Abuzues dhe shkelcës të kushtetutës, marrë për juve. Regjia të ndërpritet, nuk ka debat, vetëm nëse ka propozim, ose s'ka. Pavarësisht deklaratave të ish opozitës dhe tensioneve të krijuara, kryesuesi i seancës Dehari hodhi në votim kërkesën e tij për formimin e komisionit të fshet, por që asesi nuk po arrinti marrë votat e mjaftueshme. Përpjekja e 40 për konstituimin e kuvendit do të bëhet të martën e 1 korrikut. Pas përfundimit të seancës, subjektet politike vazhduan avazin e akuzave të ndërsjella. Për dallim nga herat e tjera, pas verdiktit të gjykatës kushtetuese, ato fajsojnë njëra tjetrën për shkelje të frymës kushtetuese. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Kuran Murati akuzoi subjektet e tjera politike se nuk po kryejnë detyrimin e tyre kushtetues, duke refuzuar komisionin që do t'i hapte rrugë votimit të fshet. Ne tashmë kemi dëgjuar që ata prezentojnë apo pretendojnë që përmes juristëve, të cilët i konsiderojnë si më të mirët e grupeve të tyre, qoftë PDK, qoftë LDK, të japin interpretime mbi interpretimin e gjykatës kushtetuese. Që gjëja, votimi i fshet në qenë ka ndaluar, por nuk e kemi pas një prej tyre, pra që të ofroj qoftë edhe një paragraf të vetëm në tëra gjykimin ku thuhet një gjë e tillë. Në anën tjetër, lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, akuzoi kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje se qëllimshëm po shkel kushtetutën, pasi siç tha, fryma kushtetuese dhe vetë shteti i Kosovës nuk kanë kurrfar vlere për kurtin. Krasniqi tha se Lëvizja Vetëvendosje interpretimet kushtetuese i bën me logjikën e shtrirjes së vajit në tepsi. Prosh për fillja ndaj kushtetutës nuk është asgjë e re, sepse këta dhe se ka njohur as shtetin as kushtetutën në të kaluarën. Por sot, për një çështje kaq të rëndësishme si konstituimi i Kuvendit Republikës, që është organi më përfaqësues i qytetarëve, për një çështje kaq të rëndësishme si zhbllokimi i
konsolidimit dhe krijimit të institucioneve të reja. Me pas këtë qasje, vërtet është një nivel i ri, jo vetëm i papërgjegjësisë, po i rrezikimit të demokracisë në Kosovë. Se në përpjekjen e 39 u cënua rendi kushtetues, e tha dhe deputetja e LDK-s Jehona Lushaku. Nuk lejojmë që rendi kushtetues dhe demokracia e Kosovës e ndërtuar me shumë mund nga të gjithë qytetarët, nga të gjithë ne, të cënohet nga një grup politik të cilët janë të papërgjegjshëm, të cilët nuk respektojnë as aspektin elementar të kushtetutës Kosovës dhe madje së fundmi as këtë vendim të gjykatës kushtetuese. Edhe përpjekja 39 për konstituimin e kuvendit u shndërrua në përplasje mes rivalëve politik. Megjithatë, përplasja dhe protesta simbolike e subjekteve të ish opozitës nuk ndikoi që kryesuesi i seancës të ndryshoj asgjë nga skenarët e kaluar. Në këtë kuptim, kryetari i Aleancës, Ramush Haradinaj, akuzoi Kurtin dhe bashkëpartiakët e tij për vështirësim të qëllimshëm të jetës në Kosovë. Do vëmën me vështirësu jetën e Kosovës, me bo dhe martes. Ajo ka dhënë mundësinë gjykata me u kthy në portet hapur. Ata nuk e respektojnë të është një situatë e rëndë. Përpjekja 39 për konstituimin e kuvendit erdhi pas vendimit të gjykatës kushtetuese për mënyrën e votimit për kryetar të kuvendit dhe gjithashtu një takimi me subjekteve politike i cili përfundoi pa asnjë rezultat konkret. Në këtë situatë, kryetari i PDK-s, Memli Krasniqi, paralajmëroi se çështja e konstituimit të kuvendit do të përfundojë sërish në kushtetuese. Një formë ose tjetër, unë jam i bindur që ne do të përfundojmë në gjykatë kushtetuese përsëri, sepse nëse deri në datën 26 korrik nuk përmbushet obligimit që na ka dhënë aktgjykimi i gjykatës për me konstituu kuvendin, atëherë përgjigje konkrete në këtë aktgjykim nuk ka. Pas përfundimit të kësaj seance, gjithashtu u kërkua edhe ndërhyrja e presidentes Osmani dhe një rol më proaktiv i saj për zgjidhjen e ngërçit të krijuar. Akuzat për ngërçin e krijuar në kuvend vazhduan edhe jashtë këtij institucioni. Deputet të dyja pllaqeve kërkuan një komunikim më të thellë ndërpartiak për të dalë nga situata e krijuar. Para fillimit të përpjekjes së 39 për konstituimin e kuvendit, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Krenar Xhaferi, kërkoi nga lëvizja vetëvendosje që të mos e përfshijë në rend të ditës votimin për komisionin e fshet. Theksoi se përpjekja 39 për konstituimin e kuvendit është e rëndësishme, pasi sipas tij subjektet politike tashmë kanë një vendim të kushtetueses. Lëvizja vetëvendosje duhet bëj hapjen e radhës që në këtë seancë mos të çet në rend të ditës votimin e msheft sepse është jashtë rendit të ditës. Mbledhja së dielës u ndoq nga një protestë simbolike të subjekteve ish opozitare, të cilat po kundërshtojnë krijimin e komisionit për votim të fshet. Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Saranda Bogujevci përsëriti deklaratat dhe mënyrën e interpretimit të vendimit të gjykatës kushtetuese të kolegëve të saj. Përveç asajna është mos respektim dhe shkelje e rregullore së Kuvendit të Republikës Kosovës, edhe deklarimi ku thuhet shumë qartë atë që në gjatë seancës konstituive nuk lejohet deklarim përveç procedimit të më thonë qoftë propozimit të emrit. Ndërsa deputeti i PDK-s Abelar Tahiri pati akuza për kryesuesin e seancës Avni Dehari për si tha abuzim të kushtetutës. Ai paralajmëroi se PDK-ja do t'i përdorë të gjitha mjetet demokratike për ta ndalur atë. Ne si deputet të Kuvendit të Kosovës nuk mund të rrim indiferent kur e shohim kryesuesin e kësaj seance që vjen nga lëvizja vetëvendosje dhe vazhdon me abuzu me ritmin e njëjtë dhe vazhdon me shkel kushtetutën me ritmin e njëjtë. Pra ne normalisht nuk mund, ne do t'i përdorim gjitha mjetet tona demokratike që i kemi në dorën tonë si deputet të Kuvendit të Kosovës që ta parandalojmë një gjë të tillë. Deputeti i AK-s Bek Berisha u shfaq të jetë jashpër teksa komentoi takimin e së shtunës me subjekteve politike. Nashta duhet me dalë mi prish do rregulla mi qit në din, si thojnë populli këta njerëz. Po duhet për shembull me marr fjalën, nëse është rregull mos me marr kurr, me marr fjalën
edhe më këshyrë me oboj tavolin që ato edhe me thonë merë në vesh tash. Në shy populli, se për dalin për rajnë, për shkojnë për takuan më sheft, se ka njetë kërkush për më dalë për ngërqi. Edhe mas shumë të këta që e kanë përgjësin, dhe më thonë Albin Kurti. Halaqet, kushte, kalzon kërënësin, gjitha këtu. Okaja ka dhonë verzionet të në forma qësh me dalë për këti ngërqi. Kom dhonë edhe une, edhe kryetari Haradina, edhe gjithë. Dhe më thonë jemi dë vetmit që s'kemi këshyrë me përfitu në asë një moment, po vishë për me dalë për kësaj situate. S'kem brena presidenta askur gjonë. Deputetja nismës Parti Kjo, e cila është përfolur për një koalicion të mundshëm me lëvizjen vetëvendosje, Gjevahir Izmaku, tha se takimi së shtunës, përveç shpërfaqjes së nevojës për komunikim politik, nxorri në pa edhe hipokrizi. Izmaku pati një mesazh edhe për kryetarin e lëvizjes vetëvendosje. Do të me pas na, si deputet shumë kujdes se qysh sillim në situata edhe kur jemi në opozit edhe në opozit, sepse vjen një moment kur nevojiten votat jo vetëm subjektin tonë politik, mi po ka pozicionet të cilat nevojiten me pas kompromise edhe nga subjekte tjera politike. Ndryshe, takimi së shtunës që ngjalli një grim shprehse për gjetjen e gjuhës së përbashkët për te kalim të ngërçit politik, përfundoi pa kurrë rezultati. Lëvizja vetëvendosje mori goditje kësaj here dhe nga njohës të çështjeve ligjore, cilët e akuzojnë për cënim të rendit kushtetues në Kosovë. Se që kjo është një lajm jashtëzakonisht shumë i keq. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi akuzon deputetin e vetëvendosjes Albin Kurtin për kapje të kuvendit të Kosovës, duke i cilësuar veprimet e vetëvendosjes si cënim të rënd të rendit kushtetues dhe parimeve themelore të demokracisë. Ai thotë se përmes deputetit Avni Dehari, Kurti ka injoruar një aktgjykim të gjykatës kushtetuese duke dëmtuar funksionimin institucional në vend. Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje nuk mundën dhe nuk kuptojnë të funksionojnë në bazë të rregullave demokratike. Sot lëvizja vetëvendosje përmes Avni Deharit shkeli aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, rendin kushtetues dhe demokraci në Kosovë. Lëvizja vetëvendosje dhe Albin Kurti haptazi ka kapur kuvendin e Kosovës. Kosova shtet i kapur nga ego e somur e interesave të Albin Kurtit dhe klientelës së tij. 39 ndështime të Albulena Agjiut dhe lëvizjes vetëvendosje janë vetëm numra për të mbrojtur interesat personale dhe partijake. Vendimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me mënyrën e votimit për kryetar të kuvendit ka çuar në një përplasje të re mes subjekteve politike. Pas vendimit të gjykatës, lëvizja vetëvendosje këmbgul se krijimi i komisionit që i hap rrugë votimit të fshet nuk përbën shkelje kushtetuese, por që subjektet e tjera e thonë të kundërtën. Në këtë kuptim, avokati Ardian Bajraktari ka vlerësuar se seanca konstituive ka karakter solemn dhe ndjek një rend dite që nuk i nënshtrohet procedurave të zakonshme, duke shtuar se kushtetuesja e ka bërë të qartë se kur lejohet dhe kur jo formimi i komisioneve. Është e qartë ku ka komision e thekson formimi i komisionit, ndërsa tek pjesa e zgjedhjes së kryetarit dhe nënkryetarëve nuk e thekson këtë gjë, por vetëm zgjedhjen. Po ashtu edhe praktika, si dhe faktin që nuk është vendosur një formë e tillë me datë 8 prill, kur është përgatit e rendi ditës sipas një unitet, paragrafit të 2 të rregullorës, është keq lexim dhe keq kuptim i faktit se seanca konstituive dhe rendi ditës së kësaj seance dallon nga seancat e zakonshme. Germa juridike kërkon lexim dhe interpretim të sakt për te dëshirave dhe keq interpretimeve të qëllimshme. Gjykata kushtetuese në vendimin e saj ka bërë të ditur se të gjitha mbledhjet e mbajtura nga 15 prilli në kuadër të seancës për konstituimin e kuvendit janë në kundërshtim me kushtetutën. Punonjësit në Pallatin e Drejtësisë po përballen me kushte të rënda pune për shkak të temperaturave të larta dhe sistemit jo adekuat të klimatizimit. Kjo situatë sipas tyre po ndikon negativisht në shëndetin dhe performancën e tyre në punë. Zëdhënësja e gjykatës themelore Mirlinda Gashi konfirmoi situatën e papërballueshme që kanë krijuar temperaturat e larta për punonjësit në Pallatin e Drejtësisë. Gashi thotë se kjo gjendje përëndohet edhe për faktin se në mesin e punonjësve ka të sëmur kronik, duke përmendur në këtë kontekst edhe alivanosjet.
Në objektin e gjykatës themelore në Prishtinë, klimatizimi nuk është duke funksionuar dhe si pasojë e kësaj temperaturat në përzyre të gjykatës dhe në sallat të gjykimit kanë arritur deri në 34 gradë. Duke krijuar kushte të vështira për punë dhe duke krijuar ambient të papërballueshëm për gjyqtarët, për stafin e gjykatës, po ashtu edhe për palët në procedurë të cilat të vazhdimisht marrin pjesë në seanca gjyqësore. Temperaturat e larta në përzyre të gjykatës dhe sallat të gjykimit janë duke ndikuar negativisht në shëndetin e gjyqtarëve dhe stafit administrativ, po ashtu edhe në efikasitetin e punës së përditshme në gjykatë. Duke pasur parasysh se një numër i zyrtarëve është edhe me sëmundje kronike dhe kjo gjendje është duke keqësuar shëndetin e tyre, ndërsa dje kemi pasur edhe një rast të alivanosjes në gjykatë. Temperaturat brenda ambienteve të punës, përfshirë zyret dhe sallat e gjykimit, kanë arritur deri në 35 gradë Celsius, gjë që po reflektojnë negativisht si në shëndetjen e gjyqtarëve, personelit administrativ, palëve të përfshira në seanca gjyqësore, ashtu edhe në efikasitetin e punës së gjykatës. Menaxhmenti i gjykatës ka njoftuar me 10 herë zyrtarët kompetent nga Ministria e Punëve të Brendshme, Divizioni për Menaxhimin e Ndërtesave, duke kërkuar intervenim për sanimin e problemit. Mirë po megjithatë deri më tani nuk janë ndërmarrë masa konkrete për zgjidhjen e kësaj çështje dhe gjendja është duke vazhduar të jetë e njëjtë. Kërkesa jonë është e thjeshtë dhe legjitime, të sigurohen kushte minimale dhe njerëzore për të kryer punën në mënyrë dinjitoze dhe për të zhvilluar proceset gjyqësore në mënyrë të rregullt. Po ashtu ju bëjmë thirrje institucioneve përkatëse që të marrin masa të menjëhershme, pasi që është krijuar një gjendje alarmante. Në lidhje me gjendjen e krijuar në ambientet e Pallatit të Drejtësisë dhe mos ndërmarrjen e veprimeve për rregullimin e sistemit të klimatizimit, shoqata sindikale e gjykatës themelore në Prishtinë nuk e përjashton mundësinë e organizimit të protestave. Po ndikon shumë keq. Definitivisht shumë keq. Kemi edhe marrëmendje, kemi edhe mundim, kushte s'kijet mira, përqendrimi se kijet mirë në punë, ndojnë pafundësi në sonrrim. Ne kemi kërkuar për aq sa na takon neve si sindikalistë. Ndoshta javën e ardhshme do të ulet sindikata dhe do të merr ndonjë hap atje, pse jo, ndoshta edhe protestë 1 orë, 2 orë, edhe na nuk kem qef, edhe me të vërtetë ndoshta jem detyruar që me blloku punën. Nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës në një përgjigje me shkrim kanë theksuar se janë në dieni për gjendjen në pallat dhe se tashmë Ministria e Punëve të Brendshme i ka njoftuar se për sanim të gjendjes është nënshkruar një kontratë për zgjidhje sa më të shpejtë të këtij problemi. Ju faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim në edicionet e radhës.